çmimi tavan apo marzha mbi fitimin në çmimin e naftës është bazuar në çmimin e një ditë përpara të sasive të derivateve të importuara. Dhe përderisa ka ngritje të çmimit në derivate të importuara, lëviz edhe çmimi brenda tregut të brendshëm. Do të thotë një blerës me shumicë, gjithsesi një importues me shumicë, mund ta ngrisë çmimin mbi çmimin e importuar vetëm 2 cent për litër. Prandaj, nëse në një ditë të caktuar, siç ka qenë 2 ditë më parë, çmimi për litër të derivateve, në këtë rast të themi të naftës, është importuar me €1.50, me shumicë ai mund të shitet më së shumti €1.52. Përderisa me pakicë shtohet edhe 12 cent mbi çmimin bazë, që do të shkojnë në €1.64. Reagimi im ditë më parë ka qenë i bazuar mbi çmimin e cili ishte një natë më parë, që është edhe i publikuar në postim. Do të thotë, njoftimi për kufirin maksimal të çmimit të naftës apo të benzinës në këtë rast, në përgjithësi çmimit të derivateve, për arsye se hyn edhe gazi këtu, do të jetë në 2 cent në shumicë, 12 cent në pakicë mbi çmimin me shumicë. Prandaj lëvizjet që po ndodhin janë reflektimi drejt për drejt të rritjes së çmimit në tregun e jashtëm.